Unë jam punësu në gjykatën e Qarkut në Prishtinë në vitin 1986 si praktikant. Pas një vitit, kam punu në gjimnazin Sami Frashëri si sekretar për pak muaj. Dhe pas ta jam kthy në gjykatën e Qarkut si përkthys edhe aty për pak muaj. Dhe me qenë se kisha dhënë provimin e jurisprudencës në atë kohë, aplikova për bashkëpunëtor profesional. Cilin vit? Mund me qenë të 8, nashta 88, nuk se datat tash po i harroj, por e di që pas praktikës dhe pas stazhit si sekretar dhe përkthys për disa muaj, jam zgjedhur se jam pranuar në punë si bashkëpunëtor profesional. Për opinionin du me tregu, puna ose titulli bashkëpunëtor profesional është titull profesional i punës. S'ka lidhje me bashkëpunim me askon, as me regjime, as me subjekte politike. Ky titull profesional ekziston edhe sot e kësaj dite. Pra edhe sot në gjykata, prokurori, titulli i punës është bashkëpunëtor profesional. Por vetëm kapacitet që kom pas unë me punu në atë kohë ka qenë me mbajt proces. Pra proces mbajtës. Por kur proces mbajtës i një gjyqtari për cilën Vebi Kajtazi më thotë që jam asistent i saj. A keni pas një uri, a keni njoft këtë gjyqtarën e tu se Danicën? Po, edhe pse sa kam informata, ajo ka gëny në disa mediume, se po, e kam njoft, jo vetëm atë, por gjithë që kanë punu atë. Sepse, por ajo ka qenë njëra prej atyre që ka pas sjelljen më të keqe me punëtorë shqiptar. Po, a keni bashkëpunu në ndonjë formë me ato? A keni pas rast me punu me qenë në një rast proces mbajtësi saja, me asistu në punë diçka? Ajo ka qenë gjyqtare e tuse. S'ka pas nevojë e fare për proces mbajtës. Se gjyqtarët e tus e kanë daktilografin e vetë, e kanë pas në atë kohë. S'ka pas nevojë fare me qenë, jo në pas një shqiptar. Kur një jetë. Dhe kjo për mu është një goditje e ullt. Sepse, po ju them shumë haptazi. As një punëtor shqiptar, as unë, as një punëtor shqiptar që kemi qenë në gjykatën e Qarkut në Prishtinë, s'ka pas as një raport ngushtë me Danica Marinkovicit. Po flas vetëm për punëtorët. Keni parasysh. Pse duhet me qenë publiku shumë mirë informuar? Sepse kam edhe një dokument këtu kur shifet diskriminimi që ma bojnë mu si punëtor shqiptar, si bashkëpunëtor profesional. Kryetari i asaj gjykate në atë kohë ka tentu edhe rrogën me ma ullë, veç pse isha shqiptar. Edhe pse të gjitha kriteret ligjore i plotësoja me pas pagë tjetër e jo pagën që ma jepshin ata. Pra unë jam shty edhe me mjete juridike në atë kohë me ata që kanë udhëhequr gjykatën e Qarkut.